Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar ashpër për qeverinë për reagimin pas incidenteve të ndodhura në Pustec, ku gjatë vizitës së kryeministrit të Maqedonisë Veriut, Kristian Miskovski, u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë Veriut dhe jo himni kombëtar shqiptar. Gjatë bashkëbisedimit të përjavshëm me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha e ka cilësuar reagimin e qeverisë si të pamjaftueshme, duke vendosur ngjarje në kuadër të debatit për respektimin e simboleve kombëtare të sovranitetit të vendit. Ndoqja reagimet të turpshme. Në reagimet e tij, si Rama dhe ministri natyrisht shprehnin mos pajtimin me aktin, por mbronin autorin kryesor, kryetarin e tyre të bashkisë, dhe njoftonin se kryetari i bashkisë kërkoi falje. Çfarë falje kërkoi kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë është përgjegjësi kryesor i atij protokolli dhe faljen e pas ka një shoqat. Në fakt realiteti ky është ky shtet është në duart e krimit, në duart e mafjes, në duart e kujdo, po jo të ligjit, jo të kushtetutës. Një tjetër çështje në fokus të deklaratave të kryeministrit ishte projekti për krijimin e një shteti sovran Bektashi në Tiranë. Berisha kundërshtoi këtë nismë duke cilësuar antikushtetues dhe në kundërshtim sipas tij me karakterin laik të shtetit shqiptar. Të nxisë përçarje fetare në një vend ku toleranca dhe bashkëpunimi ndërfetar është gjëja më madhështore e shpirtit të atij populli. Kërkon të krijojë dhe monedhën ED, sepse duhet tani që Ramaduro të lajë miliardat me një bank veçantë, të ashtu quajturit shtetit sovran, apo Vatikanit të dytë. Bëhet fjalë strikt për një operacion me të cilin Edi Rama don të krijojë një shtet personal për paratë dhe pasaportat diplomatike. Partia Demokratike ka qenë dhe është e prerë ndaj kësaj nisme antikushtetuese, antishqiptare, antikombëtare e tjerë me radhë. Ai u ndal gjithashtu te protesta qytetare kundër qeverisë duke u bërë thirrje për pjesëmarrje masive gjatë muajit shtator. Berisha kërkoi intensifikimin e protestave dhe të aksioneve të mosbindjes civile duke paraqitur këtë si një mënyrë për të rritur presionin ndaj qeverisë. Që të shtrojnë shtatorin me pjesëmarrjen e tyre në protestën qytetare në muajin e goditjes vendimtare të regjimit antishqiptar, të regjimit diktatorial, autokratik, të narkoregjimit të Edi Ramës dhe të shkojmë si një kombë drejt zgjedhjeve të lira të ndershme, të realizojmë atë që realizon Kosova në mënyrë të përsëritur. Ne jemi kombi i vetëm rajon së bashku me serbët që zgjedhjet i grabisin diktatorët. Le të jetë shtatori muaj që të ndahemi përfundimisht nga kjo diktaturë. Kryetari i Partisë Demokratike foli edhe për fenomenin e pastrimit parave dhe investimet që sipas tij burojnë nga aktiviteti kriminal. Agjenci kombëtare posaçme për të gjitha objektet të ndërtuara me larje parash konfiskohen. Vetëm goditja me zero tolerancë krimit të organizuar është përgjigja më e mirë për garantimin e jetës turistëve dhe të shqiptarëve në Shqipëri. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar.